është anku dikush shumë me një motër medicinale ose diçka të tilla dhe e kanë largu, e kanë shkarku prej pozitës. Ka mungesë të mjekëve dhe të specializantëve? Për koreksi, ka mungesë të infermierëve në çdo klinikë, edhe një me krym punë të mirë, nuk pajto me komunikimin në veti, i shoh ato thash me përjashtimi, është ndruar në orë dhe nuk punon shteti asesi në këtë aspekt, ka përjashtime gjithsesi si për mjekëve si për infermierëve, por ato kryet punë, shpëtohet jetë, por megjithatë me pak vullnet unë mendoj që ndryshojnë gjanat. As nuk, a din që sa është pak është e dhëmshme, sa është numri i vogël zyrtari i ankesave që i bojnë qytetarët në linjën e Kam frikë more edhe t'i bëjnë? Nuk di, ajo në 40 në vit. Ankesa që bojnë. Ankesat më të mëdhaja që vetë ka thonë edhe zonja Mimoza Kusari Lilan në një emision këtu në Klan Kosovë si shefe grupit parlamentar, thotë ankesat më të mëdhaja që qytetarëve kemi në sektorin e shëndetësisë, për sektorin e shëndetësisë. Ankesat më të mëdhaja unë që i shoh në njerëzit kur ballafaqohen me shëndetësisë, thotë këtu nuk ja vlen me jetu, siç ato e sheh tamam realitetin dhe përplasjen tonë kur bash për spitale publike, sepse jo gjithmonë ki pare, po kimi jo, edhe nëse ki pare jo ndo sekonda që ka një herë ofrohet sektori publik, ka një herë ka siguri për sektorin publik, linë privat, për vjen sektorin publik të ime real, shpëtohet jetë e nanës dhe shpëtohet jetë e foshnjës dhe i marim prapë qëto përgjësit e mjek të sektorit publik, që punojnë e tatë njëtë e sektorin privat gjithësësi, po nejse, një pjesë e madhe në shpërnda, pra bat, punë e madhe, por unë që ka shosh që në këtë se cili prej nesh kemi pas pritshmëri të mëdha dhe pritshmëritë na kanë treguar këtë diçka tjetër. Shëndetësia nuk bëhet vetëm fasada, shëndetësisë i duhet reforma, nuk na vjen një reagim na duan, kjo është pra qytetarët do të më fuqizu, pacientët do të më fuqizu dhe gjithë ata që hezitojnë me na folë se tutën që pijak mirët mjeku, është shembull konkret që ka ditë me bo zonja Ulon Mehmeti e që duhet me ndjekë secili prej nesh. Siç ta Eda, me qenë stresin e fëmijët tënd, duhet pak edhe mirëqenia e nanës. Ky shtet janë shkalon totalisht mirëqenien e nanës kur bash me fëmijë për spital. Nuk është më ajo sforcimi që e folën paraprakisht me vullnetin ti e nanti dush me duru. Edhe na jemi njerëz, apo nëse unë nuk jam mirë, nuk kam mujt asu me qyr çat fëmijën tem. Tjetër specifik që ka klinika pediatrisë, nëse na sumot neve fëmija antarme në bomi prend, burre nuk mund të merujt fëmin. Baba. Jo, duhet nana. Duhet veç nana. Kjo është diskriminuese totalisht. Mund kanë thonë që mjekët në fakt klinikat nuk e kanë ndalu, por këtu e ka bu për shkak mentalitetit. Se jo po këqyr ti, jo s'po këqyr këtu. Jo, se është mundet për shembull një bab me fëmijë ta fusi brenda në një dhomë ku është një nën me një fëmijë tjetër. Se mos po na lindin probleme tjera. Mos na dalin probleme tjera, xhelozia e problemeve. Unë kom pas rast që e di një babi ka pas vajzën në spital dhe jo e shokuar. Kjo është realitet. Një babi e kom pas, vetë e kom taku, ai se ka pas. Sa baba ka divorcuar që kujdesen për fëmijë, nuk mund të çojnë fëmijët në sektorin publik, se s'mund të rri të kujdeset për ta gjithë natën. Edhe kjo është një tjetër, po kjo ka bërë me mentalitetin tonë, por institucionin ndryshon mentalitet. Kjo kështu seriozisht është veç me raste, që është ju tekët... Nuk e lojnë veç nëse ki rastë sporadik, nëse se ki grunë gjallë. Kështu tamon është e ndalume, është ndalume, kjo marë parasysh edhe mentaliteti, po ty të mohohet me leon babe me fëmijë, të mohon ti dësh mu sakrifiku na ditë, Tu po luftojnë për drejtat e babalarëve, se na akuzojnë që jemi vetëm për femna. Tu po, vullnet, ku je? Po mbrojmë babalarët këtu. Ama institucionet do të më ndryshu politikat, edhe shteti ndryshon politika, dhe nuk ka këto, me na pas na probleme me të mentalitetit. Nështë ta ki një rotacion, nështë ta puna pa fond nuk janë, ka rast që me mujt trajtohen me 3 javë në spital, edhe ti nuk je robot bre, për shta janë 2 prind, 2 të marim përgjithsi për atë sa mundën. As nona s'bot, baba s'bot, një prind refuzon të lërë të shtruar fëmijën atje dhe merë mjekimin nga mjeku edhe do të ndjekin brënda në familje, e shtin me firmos ti që me vullnetin tënd po e që fëmijën. Po si mund të lëhën fëmijën tim, do me thënë, 4 mujsh, 5 mujsh, 3 vjeç, 4 vjeç në ato kushte. Realisht, do me thënë, mësë pari tutna që me merë edhe 300 viruse tjera, përveç asaj që ka. Shkon me shëru një smundi, shkon me shëru një edhe i merë 300 tjera. Edhe në rasin konkret... Në urgjenë, se veç puna e banjë, më bëmë operu në kirurgji që më banjë të rëbashta. Ty të merë lale. E palë, letëshme. Në të është urgjenë, për amë nuk të pytë, ti kime shku në emergjenë, se krim punë. Po ideja është, pas operacionit, që ti kemi nga gjuqë atë ditë, kush dhe që ka pas një familjar, veç në ditë ma shkurta, alimon ditë ma gjata, është ferme ka familjar veç me që dërim. Ta shadoni mi u tregu një rast une, shumë shkurt, në Ferizaj para nështë 2 vjetë, një pjem ka pas vjellit, dhe më tonë, edhe me shumë gjas u kun, ose u i helmun, ose diçka, se s'më kujtojtë sakt, edhe jena shku në emergjensë edhe kanë mungu ma shumë se gjysma e gjësendeve. Edhe qa ka ndodhë, nuk ka pas barnatore qelë. Nuk ka pas barnatore qelë në krejt Ferizajen, imaginani të me thonë,
Edhe, Në 24 orë shqyve? Jo. Ska së Prishtina praktikisht, vetë punoj me vullnetin e të në. Ku në ora 1-2, që shtu diçka? Se Tirana e ka rëndrishur këtë mua vete, E ka bërë me rregull. Parorari banatoreve E bërë në Prishtina, po dështoj edhe anulloj krejt. Tash po punoj si pas vullnetit të tyre këta natën që dojmë. Një vakte pa të nëbuq që se cila banatore me rënë, që shtu me në Ferizaj rotacion, pak të edhe gjatë pandemisë në duket ja pat njës që kjo me u kriju. Edhe, do më thonë, ja kam bu një infuzion DIY që kanë gjitë, be pak qësi. Kanë kombinu diçka. Se s'ka pas banatore Që për shembull, qeveria, Ministria e Shëndetësisë ka mund të bëjë një orar të unifikuar për gjitha komunat, që derivon nga Ministria, por pra për 24 orë, sepse unë kolegët e mi që jetojnë fushë Kosovë, kanë ndodhur para disa muajve se kanë gjetë asnjë në fushë Kosovë, kanë pas rast urgjent, u dash marr dikon ka rrezi spitalit, ka spitalin në afërsi me gjetë me meze, sepse ne nuk e kemi një orar unifikues. Prishtina e pat një iniciativë, o mande farmacistë diçka nuk u përshtatën e anulun si përfundim. Po më farmacisën nuk dunë me shqit barna që i mbyllin të Po jo, ideja është në një farë rotacioni, dikujt si konvenon, tani hinë këto shumë kritere. Farmacista do të mushtu në ndrem, nuk mund në tekniku me mbullu me regull. Tu ka ma shumë banatore se sa që ka farmacista. Tani du të bresa e përmeni pak helmime, na gjatë javës të fundit e kemi pas në media një val helmimesh edhe një numër këgja të madhë të helmimeve me ushqim. A mëroni që janë qytetarë të informum mjaftushëm për mënyrën qysh ruhet ushqimi gjatë kohës nxehtë, edhe që du të me pas kujdese... Për lajme e doli që ishin helmuar në një restorant privat, tash s'po du me përmend emrin, se s'po du me bo asë reklam, asë anti-reklam. Kjo mi kam bu vetë vitit. Në 70-80 veta, diçka e tillë. 100 hante lezet. Nuk është, Dani, aty janë shumë problematika, nuk është problemi vetëm se si shqiptarët e ruajnë ushqimin mrena në shtëpi, në rastin konkret si po servirën ushqimet në restorante, sidomos në këto temperaturat nxehta dhe sa siguri kanë restorantet. Për këto janë disa institucione që merren, për shembull është siguria e konsumatorit, është AUVI, Inspektorati Sanitar, domethënë dhe prap po dalim te ajo që kemi ngritur disa herë, i kemi të gjithë UD më motër, unë përfshirë dhe në të dyja. UD-ja ja, më loçka ja. A janë shqetësu se qëto numra, se janë pak numra të mdhej, sidomos... Po, unë i kom taku disa për të helmume. Mrena javës, mrena ditëve me u krejtë. Të hanën, kur isha një efektiv, keni një zoj, një grue dhe ajo tha bravo që keni arë mediat, ku me di që kish me ndopë se së raportojmë. Edhe përshamë këtë familja kënë, e pat nanën, e pat djallin, e pat vetën, edhe për më tepër tha unë e babën e kom pas paraprakisht hospitalizum në spital. I më shku tha mi marrë ushim, kena hongër na, mi marrë ushim edhe babës, edhe disa mjekve, se mu ndokë që edhe babën e pat mjek, ka jenë mosh, ata s'po ka kush me këshur babën, na bo dhe na për spital, edhe nana ju kishtru, edhe djalli, do më thonë, të këta pacientat një infektiv që në marrë mostrat në ndërko, ka rezultu salmonella. Salmonella është një bakteri që nga vezet edhe nga pula. Nga vezet, nga qumshti, nga temperatura e nxehtë. Edhe nga papastërtia, sa jo mandej që... Një prej tyre që pastaj lulëzon. Është që pëthu lulëzon mandej, e po të më thonë një familje, e ka hallakot, janë shumë njerës që jenë prej ka disa antarë, i ka qitë prej sistemit, se helmimi nuk është qaqësisht. Se kush ka më kujdes për tjerët. Shumë tronda. Do më thonë vetë, unë e di që kom pas rasot që nëse ka shumë diare dhe dihidrosh, bie dhe kaljumit e zemra që ndikon edhe të shëndeti zemrës. Jo, kolapson. Unë është edhe me kolapsu totalisht. Kështu që edhe unë qa që më ra me helmime, sa që vetë tajtën në një ditë për ditë shumë kapi një farë mundimi, thash, a jem helmu, e kom psiqike, a ma ka bon zetit. A jënë aktiv heqta inspektoriati i sanitaris, a mujme me pas besem në ta që jënë të i marë me krejtë restoranit dhe jënë të i majtë në kontrol? Sepse s'ka resurse. Edhe ata janë në